Ky njeri shprehu mendimet e tij lidhur me traditat dhe jetesën e tij. Ai shprehu kënaqësinë për traditat e mëparshme duke theksuar se ato kanë qenë një pjesë e rëndësishme e kulturës dhe jetës së tij. Megjithatë, ai shprehu shqetësimin se këto tradita tani janë paksuar dhe në shumë raste nuk vlerësohen më si duhet. Ai beson se vlerat dhe praktikat e kaluara duhet të ruhen e të respektohen, pasi ato janë pjesë e identitetit të shoqërisë tonë. Në përgjithësi, ai është një njeri që përpiqet të jetojë në periudhë me vlerat që ka, duke u fokusuar në shëndetin e tij fizik dhe mendor, dhe duke ruajtur një lidhje me traditat e tij, dhe pse ato nuk janë aq të pranishme në jetën e tij të përditshme. Rahim. Prej cilët vanë? Për fshatit Rep. Edhe? Sa vjet i ki? I kam 83. 83. Po, valla. Edhe qyshime shtetë? Ha? Qyshime Jam shtetë? bejzotit dhe këtu mirë. Mira? Wallahi mirë, po dhe këtu po. Sa të moj me dalë kom, mija mirë është. Apo anë ka nëjsa një? Njerë jo. Njerë jo. Kalzon, qka mën men prej kur je ka një vogël, qa mën men? Po wallahi, qka moj men, unë shumë moj men. Qka? Se mas pari, e moj men që gjinja e konë, dhe me thonë, fukrallak i madhe. Po. Me papos do apungat pirotit, sikur me papos më të mirat këpuca. Po i bajsh për do apunga me do farë vëngjir, do drelar, do plastikut. Edhe moj men, shkum një herë me prashit të një shka, me marë pare. Edhe erë njoni me hongër buk veç, me hongër buk pa pare heq. Prashit i gjithë ditë në gjume me hongër 3 herë buk. Qesh fukrallak që o konë. Sa keni mujtë pja dalë me ato kushte që keni pas? Pa i gjithë qysh me zërë. Me zërë, une, që ka maj menë, une, kemi flejtë në kashtë. Kemi flejtë, ndikush e kom ndo kojshit mi dhe firi, se di gjedin që ka firi. Jo. E nejse. A firi është në farë bime, veç. Okej. Qasë si mlojshmi me do plafat shkivet, me do më zvet. Ska pas, me arë musafiri në 12 nashtë gruja, u do ke më qua nona jeme atërë. U do ke më qua me abodarë, me gatuar në qërë. Qysh i keni pritë musafirët këtë në? Atëherë u konë fukrallak, po konë knasësi me shku dikun edhe me tarë dikush. A vishin shpesh musafirët? Po, ka pas shumë ere, jam shef ke apongat për me nej edhe i natë. Për minojnë me nej? Me nejt edhe i natë aji. Knasësi u konë me mu muhabet, atëherë veç gjinja vjetër bëshin ndafë. Rinia të mija s'kam pas drejt me folje, veç me nguhe. Ja. Kush vike ma shpesh të ju? Po, mi qasia vishim. Po, kam pas 4 mëtra. Nëjse ato, tëna, edhe jemi konë 3 vlasni, tani në shku, veç unë e metë. 7 që në konë, 6 shku në meta. Po, që shka thonë zotit, ato s'ka të tjetër. Mirë, o konë shtirë, o konë me jetua. Sa është e vështirë me i humë, vlasni? Sa është e vështirë me jetua? Pa e vallohi shtirë, bada. Pasha zotin, po. Ta s'po do kërkush pas me s'po... Edhe me të ardhë, as bolaf kush, as janë në telefon, dhe kur gjë heq, s'ka. Qka manë me më prej ty në kina i historit mirë me në kalzo? Pa e historit mirë s'ka pas atëherë. Veç e konë Na i kujtem të mirë. fukrallak ka pas. Me më flejt në kashtë, me hongër buk kalamojt veç buk kalamojt, di qka të kalamojtit? Qka gatu ishin gratë ma përpara? Ma shumë ti krelona, me duqa që i thuna, me pas gryta, po pak ka pas gruna tëre, gryta veç me kalamaq. Ja laknuar, ja me hitha, kur ishku he hithave, ja me ufla, ja me lakna,
konë, për Allah kështiro konë, me jetue. Ja, 6 mira ne ka qurë zotit, kur ma mirë shqiptarë që kam pas punët, se që tash. Po, çka po mungon? Po mungon me loj, krasia s'ka, miqësia s'ka, kërkosh të bëhe hesap. Bile plakun s'pëj bëhe hesap, s'pëj do kërkosh, heq. Pse? Leshti hu, valla. Yes. Pse ka ardhur kjo hoq kështu? Po i që di që ka me thonë, për tash. Me thonë pasunia, s'ka faj pasunia veç. A mirë, që kushtet e mira në shumë. Po thëmë që kur shqiptari ma mirë, si ka pas kushtet se cëtë. Se që tash, se të natë mirat. Mas pare veç për i bëhe sa një gjalli jemi, 3 kjerë i ka në bërë. E s'ka shvici, se ka mas pak të një kjerë cëtë. Mirë në punë, ka në shu pa klima, ka në shu heja, ka në shu të na. Apo më kallëzon, çka ban men prej luftës? Në luft? O Allah, në luft të baj men, bëllë keq. Çka? Po të thëmë, në luft, imi dalë në pek të uhit, imi shkue në Baldoh, që atje në farfshatë është, kemi nejtë rinet, pe Baldoh që i në shkue në Hertic, në fshatë që atje në kufi me Sërbin, atje këna nejtë 2 avdet, i në dalë të një anej në Koljeq. Edhe që këna nejtë të një 2 avdet, i në shkue të nërveq. U e di në herë, erdhëm pej, se isha në Cveqil, në fshatë Cveqil është, aty kom nej 2 muaj. Erdhëm njerë me gruën teme, me këqyrë shpinë. Edhe erdhën ushtria, Sërbis. Tha, këtu s'bërën ta me hi, se këshim banu në shpi teme. Tha, pse edhe shpia jemi, tha, sot nuk është e jotja. Sot është e jonja. Edhe tani, ujnë është këgja largë, me një këjshi, e poshë kur ma kallën në shpinë. I duhet flaka shpis ma kallën. Elhambe zotit, në dhanë një ma, me marru shpinë po, me dhanë një 3.000 cupa bloka, për një katë një shpinë, ma dhanë një farë firme Amerikë që kom theshin. Po, më të marru shpinë për njërë. Veç vëllaj, kemi hekë, vëllaj. Sa keni mujtë mja dalë me ato kushte në luftë? Në luftë, Kush i ka një mujtë? vëllaj, kërkush veç vete. Veç vete. Jo, s'ka pas buka, s'ka pas. Jo, për në luftë. Veç vetë, vëllaj, po, ka thonë zote, kom pas një gjallë në Zvicër. Asi në Gjermani, po edhe me që parë, të konë shtirat herë. Se s'ka pas ku me marë, se s'ka panu asë posta, s'ka kur. Veç, po, diqka ja kemi dalë diqysh, se jo mirë. Ja, kemi jekë shumë. Në atë koha keni mendu jo, mu largu prej Kosovës me jetu jashtë shkaku Jo, jo. Unë e jo, për familje të e jo. Pse? Edhe pse ke pas qash vështirë? Pse? Po, s'kam qef jashtë me dalë. Kam qef në mend tem. Qa me lyp jashtë? Jem konu, ba kom punu në Gjermani një 3 vjetë. Edhe qëfar periude ke? A të pëlqaj? Ku në Gjermania? Atëherë im konë me një firmë të Sërbis. Beogradit kam punue, 3 vjetë kam punue, veç. Jo, se më ka përshlu. Jom konë shumë herë, se kam pas një gjallë në Gjermani, kam pas që ashtu veç jom shkonë shumë herë në Gjermani im konë. Gjermania ma mirë shumë. Ja, Gjermania. Edhe pse është ma mirë, prapë nuk ishe jetu atja? Pa jo, vëllaj, pësi me ka ndonë ma mirë veni se huj. Këto që ka kështë ndryshu diçka? Këtu kësha, pa shteti me punu pak ma mirë për popull. Mos me vjetë shumë, se vëllaj për vjetë tonë. Veç jo, rrogat e dopta, penzijat e vogla. Qka i marrë me 220 euro i marrë penzi. Pa ka dhonë zotit, s'po më vjen ma shumë, se halas përdori kur farbarna, se s'kur gjveq. Pak vëlloj. 220 euro pak. Vëlloj edhe rrogat janë dvogla. Rrogat janë dvogla. Tash se di sa e në rrogat,
300-400 euro, s'ka ma të madhe rroga, punëtor të thjeshtë. Qysh është jeta mas pensionit? Çka ka dallim? Kush? Jeta mas pensionit, qysh është? Mas kujna? Mas pensionit, mas penzisë. Pa, Çka ndryshon? pa i vallohi, mirë, se hala ka dhënë Zoti, s'po përdori kur farë barnash, s'blej kur jo me një djalë bashkë. Një djalë ka në Zvicër që në mënë qanë parë, mirë. Mirë, alhamdulillah. Çka bën gjatë ditës? Qysh është një ditë e jote? Unë e fali 5 vakte namaz. Po. Shkoj në xhami, dalë që tu e fali dreken, shkoj një tjetër xhami pak ma larkë, e fali qinin, që tu 2 vakte i falin në xhami, cilat i falin në shtëpi. Mirë, kaloj me një re, me një gjallë. Asë su përzin, asë përzien, asë kur që së flasë e që. Ti kallëzom sovjeti ke pas kur je martu? Wallahi, kam pas diku 23-4 vjetë. Edhe e ke gjetë veta me mësit? Jo, dhe me mësit. Kush ke mësiti? Po, në kona të kom harru, veç i ri, në kona të veç jo, me mësit e kam marrë të edhe kem bërë 4 ditë darsë. 4 ditë? Po, që atëherë kollë gjashtu. Qysh i kam bo darsë ma datë ko? Atëherë ka njësë, me thonë, dilëve kanë marrë ma shumë muzët. Veç 4 ditë që ka njësë për para darsë, 4 ditë ka po darsë, 4 ditë ka orë nusja, edhe 5 ditë të që në këqyre në ravli. Po, veç, moti u kuna jo, ka në shutar. Burra çka kanë bo në përroda, kur ka pos darsëm, çka kanë lujt, me çka kanë knu, çfarë muzikë? Ka pas edhe këngëtar mashin, që tjetër kur gjo. Këngëtar? Ka pas këngëtar me shtelia. Ka pas, se jo tjetër muzikë s'ka pas. Kur shkove ti të meqt për herë të para, ta bënë na i loj ty si dhëndër? E vallahi, une, po mirë në kam paprit. Mira, më ljoja, kur gjuheq veç, mirë në kam paprit. Po. Po, dhe gruja më ka dekë që 3 vjetë. Shkue. Qysh e ke kalu me to? Mirë, vallahi. Vallahi, po, ja, kur s'kem pas fjallë të keqe, ajo pe i me, as unë pe i saj, as eq. Ja, mirë kem kalu. Unë e urë të konë shumë mirë. Mi ka pritë, ja kra banë mirë. Se tash s'pëjdonë, vëllaj. S'pëjdonë kërkush gjestas. Edhe, sa është e vështirë jeta pa bashkëshorte? Po, për aty shumë shtirë është. Shumë shtirë, po s'ka që ka bo njërës gjoti ka. Ka caktua të volë, veç e la e shtira. Me jetu pa grue. Po, shka me bo njëri. Qysh du të me rujt një martes për me kalu një qeft mirë me zvete? Qysh du të me rujt një martes për me kalu një qeft mirë me zvete? Pa do të më sjellë mirë me gjithë kanë. Edhe me grua, me të tonë. Fjalla e keqe o helëm, fjalla e mirë është mi altë. Ja, më sjellë do të mirë me gjithë kanë. Ja, Allah, s'ka për të keqe, s'ka kur farfetimi kur. Ja, të bune me mirë e këmë kalu me tonë. Edhe me miqmi, edhe me grua, edhe me... Ajo kone urte, mirë kem kalu, po... E morë zoti, s'ka... Me tash. Edhe tash mirë, s'përzina në kur gjuheq. Me kam benzin te, me... A kina i shok të hush? Kom shok, plot. A del me taj? Po, jo, edhe në gjami, edhe në... Po. Jo, jemi do shëshni dhe shkojmë në kafe. Po. Falim dreken për shemull. Mas dreke, nga 4-5 vetë jemi. E shkojmë e pim qajnë, qajtore. Të i vje vakti i qinisë. Tani... Që ashtu që e mirë, alhambe i Zotit e këtu... Kur gjësë sëmë pengon, halja, kur gjë pak ma i ligë me djekote, ma i lëtë e po veç. Mirë me kalu, s'kam kur farë të lashe, me kur farë s'muje.
Për fond, a kine mesazh për rinin? Për rinina, vallaj, për rinin, kam mesazh, ose pak po sillen keq. Bile bashkë që tu kesh pare, që tu ungjen, edhe një, 2-3 që tu ungjen, që tu ka ungjen, që të komt. Nuk është e kulturë. Nuk ka e kulturë, duhet mu sillen rinia mirë, vallaj. Çka ju kishe thonë? Pa mu sill mirë me gjithkan. Pa marrë parasysh e njëha, se njëha. Duhet mu sill mirë me folë, me fjallë mira, me folë. Me punu e me... Mos me punu punë të këqija, me punu punë të mira. Se për të keqes s'ka kur gjë, për të mire s'ka vëlla tëna, të mirat janë. Vesh. Faleminderit shumë për juve. Ajde, gjë në mire, faleminderit.